Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Sot do të gatuajmë një drekë. Do të përgatisim pulë të pjekur me oriz, ashtu siç është gatuar më herët nga gjyshet tona, për në mënyrën më të vjetër tradicionale. Unë këtu kam marrë një pulë më të madhe, e cila peshonte dikon rreth 2 kg. Fillimisht vazhdojmë që ta pastrojmë mirë pulën dhe vazhdojmë në zjerje. Pasi e lajmë mirë pulën dhe vendosim në një tenxhere të madhe, derisa uji del i kulluar, vazhdojmë në zjerje. Në zjarr mesatar, unë do ta ziej dikun për 40 deri në 50 minuta, derisa të sigurohem që pula është zier mirë. Dhe pasi pula është zier mirë, e largojmë nga tenxheria, po ashtu e kam kulluar edhe ujin dhe kam marrë këtu afër lëngun e mishit pulës. Tani marrim dikon 400 gram oriz, por fillimisht vazhdojmë që të pastrojmë mirë orizin një herë dhe ta lajmë me ujë për disa herë, derisa uji del i kulluar. Orizin e larë dhe të pastruar e vendosim në një kullues ku do të largohet uji i tepërt nga orizi që mos na çullet gjatë përgatitjes. Në një tigan më të madh dhe më të thellë, fillimisht shtojmë një lugë gjelle gjalp. Ju mund të përdorni margarinën ose vajin, por unë në gatimet e mia preferoj që ta përdor gjalpin, e sidomos në këto recetat tradicionale. Tani, pasi gjalpi është shkrir, vazhdojmë që brenda të gjalpi shtojmë një qep më të madhe të bërë në rinde. Shtojmë edhe një spec të kuq të prerë imët, mund shtoni edhe spec jeshil, por mua më pëlqen që të shtoj spec të kuq, sepse jep një ngjyrë më të bukur. Dhe në fund shtojmë edhe një karrotë të bërë në rinde. Pra siç ju thash, unë po e përgatis në një mënyrë 8 vjetër, tradicionale, ashtu siç është gatuar nga gjyshet tona. Nëse nuk ju pëlqen shija e karrotës, mund ta lini anësh. Vazhdojmë tani në zjarr mesatar, i fërgojmë derisa qepa, specat dhe karrotat zbuten pak. Pasi sigurohemi që janë fërguar mirë perimet, vazhdojmë tani që këtu ta shtojmë orizin, i cili tashmë është kulluar. Pra nuk duhet që orizi të jetë me ujë, sepse do t'ju çullet dhe nuk do t'ju bëhet kokër. Vazhdojmë shtojmë orizin. Vazhdojmë dhe fërgojmë edhe për disa minuta, derisa edhe orizi të skuqet pak me perimet. Dhe tani që është fërguar edhe orizi, e largojmë nga zjarri, ndalojmë zjarrin dhe vazhdojmë që ta krypos. Dhe nuk mund të kemi një oriz tradicional të shijshëm pa erza të përziera. Në total do të shtojmë 2 lugë gjelle të mesme me erza të përziera. Përzijemi mirë dhe orizin e kemi gati. Vazhdojmë që ta shtojmë tani në një tepsi më të madhe. Orizin e përhapim në tërtepsin dhe vazhdojmë tani që ta mbulojmë me lang. Në total, për këtë masa, unë do të shtoj 1 litër ujë nga lëngu i pulës. Pasi e shtojmë ujin, përzijem edhe një herë për të kontrolluar se a do t'jenë mbuluar të gjitha kokrat e orizit me ujë, sepse gjyshet tona nuk e kanë bërë matjen ashtu me mililitra si që bëra unë, por e kanë bërë me sy, derisa orizi është mbuluar me ujë. Kokrat këtu janë mbuluar, por po më duket pak. Do shtoj edhe 200 ml tjera me ujë, ju lutem kontrolloni edhe ju sasinë e ujit. Vazhdojmë tani që të shtojmë edhe pulën sipër orizit. Por, për ta pjekur pulën, nuk do ta lëmë kështu dhe do të përgatisim një mini salcë të vogël, një sekret i vogël, siç e bënte gjyshja ime, për ta marrë pula një ngjyrë më të bukur sipër, po ashtu edhe shijen. Në një pjatë më të vogël qelqet shtojmë një lugë gjelle me kos. Tek kosi do të shtojmë pak vaj, 1 deri në 2 lugë gjelle. Kosi dhe vaj, shtojmë pak piper të kuq, përsëri pak erza të përziera,
e përzihem mirë. Tani, me këtë përzierje, vazhdojmë që ta lyejmë tër pulën sipër. Në këtë mënyrë, mishi i pulës do të na mbetet i butë dhe do të merr një ngjyrë teje të bukur. Dhe tani vazhdojmë në pjekje në furrë. Furrën e kam parangruar mirë në 250 gradë, por do ta ziejmë në fund të furrës. Pra duhet të sigurohemi që orizi do të na zihet mirë. Pula veç se është e zier, gjithçka që duhet është që pula të merr një ngjyrë të bukur dhe krokante sipër. Pra vazhdojmë ashtu në zierje në 250 gradë, diku vrapërsisht 20 deri në 25 minuta.